me që nuk po ja dalim dot edhe t'japim një zgjidhje, unë them që të ftuarën tonë ta bëjmë pjesë të kësaj diskutimi. Dhe ta fusim në operacion direkt. Ajo duhet vi me deklaratë direkte. Është rritur në një familje me shumë gra dhe vajza të bukura, të forta dhe artiste, vetë është aktore, partnerin e ka artist, por sot do të vite goca dhe gra të flasi për eksperiencën e saj si nan. Mirëpresë me një duar trokitje, Ana Nika. Hajde Ana. Hajde mi Ana, hajde. Hajde Ana Stari. Të gjitha me të bardha sot. Ciao bella. Mirë se erdhe shtëpia, mirë se erdhe. Gjeta, si jeni? Mirë se na erdhe. O shqyr Nuk kemi ka shqyr fushuat. Ne kemi kështu Ana, një ditë ka njëra revanshin edhe i japim krahun. Të në këtë pjesë kishte Ori edhe kishte ajo dëshirën për të ndezur pasionin. Aty mbrapa të lutem pushoni. Çfarë mendon ti për temën? Ose më saktike marrëdhënie. Si u lutet ti për shembull, o Zot thuaj Ori të bëj gjoksin, o Zot thuaj Ori të bëj gjoksin. Jo, s'ka pse. Do ta bëj. Tani s'ka pse. Jo, Të tëra më duhet i bëj. ti bësh. Unë jam pra. Je pra. Po, unë jam pra. Ti ke bërë gjë? Po. Urdhë. Ti do emrat e Po pse ti ta nuk e thon? Më fal, po, kam që 15 vjetë që kam ndryshuar si pas hormoneve 35 tashi Ka shumë mendoj që nuk e tregojnë që faleminderit. Vetëm Rozana si ka dëgjuar. Por besoj që janë të dukshme, sepse kur ti merresh me flas për vajzat e televizionit, dhe për të ekranit dhe shkretat bëhemi, kur ti shikon televizion, ndryshojnë nga viti në vit, edhe kjo pastaj është Ana, se kanë qenë dras, kanë dalë dhe kanë thënë kam ngrënë shumë këto kohë. Mbase Jo, mbase edhe shëndoshesh, po unë isha dhe shtatzane dhe nuk është se mu rrit gjë me thënë drejtë. Tani ti Ky kompleks u krijua sepse çdo gjë të re, çdo gjë e re tentohet me u sulmu. Dhe sulmet e para ishin shumë banale për çdo grua që do dëshironte të ndrojë. Edhe sot, shikoni si ka qenë, si është bërë. A thua se kjo përbën silikoni, a thua se kjo përbën një lajm fyes ose denigrues. Në fakt, nuk përbën asgjë përveç se dëshirës e një personi që krenarisht, me shumë dëshirë, dëshiron të ndryshoj. Dhe prej këtij kompleksi njerëzit kanë gratë më shumë të fillojnë edhe mbrojnë veten për të ruajtur nga ky sulmi pak banal që bëhet kundër të gjitha grave që janë apo si janë publike, dëshirojnë të ndryshojnë veten. Problemi është, a është bindja e tyre, apo është presioni i dhe mos pranimi i shoqërisë ndaj njerëzve dhe grave që janë pak në pesh, pak... Dikush e bën për veten, dikush e bën për tjetrin, dikush e bën për të dashurin, dikush e bën për motrën, dikush e bën për vetëm çdo gjë të bën për veten. Megjithatë, se si duhet, pastaj është tjetër diskutim. Megjithatë, unë ne tash po flasim. Unë po iki se mu zgjua vajzë. Ka fali që u bezdisëm. Vetëm të ta mbyllja. Të rish një muaj të tërë, apo një vit të tërë, të frustrohesh psikologjikisht për të hequr, apo për... Ndërkohë që mund të gjesh një qelës tjetër për ta quajtur çfarë do, ashtu siç është e natyrshme. Dhe nëse burri apo i dashuri, apo nuk është kështu, Ema, nuk është kështu. Sepse the, dikush e bën për qetin e vet, dikush e bën për këtë, dikush e bën për atë. Dhe ta mbaroj këtë. Unë kam dash trupin tim me të gjitha që ka. Të jap shembullin e të paktën të raportit tim. Kur unë kam dalë nga 2 operacionet, që do të thotë s'ka asgjë të bukur, dihet që kur bën operacione, nuk e di si e ke ti, priten muskujt, asgjë nuk vjen dot më në bukurinë estetike që e fali natyra diçka e mbajte me sport. Fakti që dola e shëndetshme nga ky, unë kam kujtuar se e kam dashur veten. Fakti që nga të dyja këto situata shëndetësore dramatike në zgrip të jetës, unë dola mirë, kjo që jam sot, aty kam kuptuar çfarë është dashuria e vërtet për atë që je. O Ema, duhet me kalu këtë me kuptu? Jo, unë nuk po të them këtë, por po të them që... Po i vetën time, moj të ndjenë më mirë. Më lër vetëm ta mbaroj, po të them vetëm që me pak dëshirë dhe vullnet me dasht veten, se nuk kam duke thënë këtë, ti më rrin të kesh një raport
me trupin, se në fund fare aty do t'iki, si ai që është i bërë dhe ai që s'është i bërë, me trupin dhe me shpirtin dhe gjurmën që le në shoqëri, pa u frustru nga tjerë dhe pa frustru të tjerë për zgjedhjen tënde. Kaq kisha ndërmend të thosha, s'po kundërshtoj asgjë. Unë kam bërë lifting nëse ky quhet ndërhyrje estetike, çfarë të doj. 100%. Okej, mund ta diskutojmë mirë, do ta lëmë një ditë tjetër, do takojmë edhe do ta zgjidhim. Jo, tani kjo s'është e drejtë. Televizive. Pasi është bërë 9 me 10 shkurt, goca bëri 1 vjeç apo jo? Me 11 thua ti, unë kam bërë me 9. Me 9? Po pse s'pi jepni lira ato ta ke postuar me 11? Ne të kemi numëruar 2 ditë e para që të filluan dhimbjet. Nga Instagrami e ke numëruar. Ana, është era parë që del intervistë. Thash se dhe është era parë që bësh nën po. Po. Atëre, ti dhe Bjordi keni sjellë në jetë një mrekulli të vockël që ne urojmë të bëhet 100 vjeç. Edhe Bjordi tani është në botën e kinematografisë. Sapo doli filmi i tij si regjisor, filmi i fundit si regjisor, ndërsa ti je nën me kohë të plot. Edhe Bjordi është baba me kohë të plot. Domethënë nuk e ndaloj bërja e filmit për mos qenë prezent 99% në jetën e Marvel. Që kështu jam shumë e fat që kam zgjedhur, edhe më ka radhe për pjesë. Që të kem një partner si Bjordi. Ana, sa të ka ndryshuar ty mëmësia? Mendoj që më ka ndryshuar 100%. Edhe daljet e mia në televizion janë paksuar, por ato pak dalje që kam, nuk jam ajo Ana që njerëzit mbajnë mend që tani për shembull do isha si për tavolinës, do ishim duke bërë. Ajo se vjen prapa. Gocat ka ul kur po më ka ul pak ritmi sepse është ritëm tjetër, tash është karroca, janë lëvizje që duhet mësosh një herë drejt, një herë kështu, nëse nuk e do kështu e ka. Janë lëvizje të ndryshme, mund t'ju shpjegoj pak më mbrapa. Meqense kemi eksperiencë. Po, patjetër, si ishte kjo dashuria me? Jo, ka ndryshu karroca tash. Ani, si ishte kjo dashuria me Bjordin, më thuaj? Si ndodhi kjo dashuria e madhe ju edhe kur urzuan në mrekulli. Dhe ti çuditërisht e mbajte kaq shumë hermetike, domethënë ti që ke qenë gjithmonë një vajzë solare që ke folur për jetën tënde, për gjithçka, e mbajte shumë hermetike kësaj herë. Pse ishte kjo zgjedhje? Mendoj që ishte dhe zgjedhje pak e Bjordit në heshtje. Domethënë, ne të dy u gjendëm shumë mirë bashk, ishte edhe një gjë tjetër që ne punonim bashk edhe... Ju kanë ndodhur gjatë xhirimeve të filmit? Të serialit. Edhe, do të thënë kishte mbaruar sezoni parë, ne vazhdonim miqësinë, edhe aty erdhi ku diun, nduket se u dëshiruam.